Zonja Lala, tani 33 masa sigurie për aferën e mbetjeve të rrezikshme të Kurum janë vendosur nga gjykata me kërkesë të prokurorisë Durrësit. Nuk kaloi kjo në prokurorinë e Spakut, por prokuroria e Durrësit ka vendosur 33 masa sigurie arrest me burg. Sa prej tyre janë ekzekutuar dhe çfarë dihet për ata që janë arrestuar dhe për ata që nuk janë arrestuar? Atëherë janë 33 masa, por janë 26 arrest në burg dhe 7 masa të tjera, kryesisht për zonjat në arrest në shtëpi. Dhe është dhe një nga zyrtarët aty. Kështu që jo të gjitha janë arrest me burg. Nga këto janë ekzekutuar pjesa më e madhe, pra 20 masa sigurie, ndërkohë që në kërkim mbeten 13 të tjerë dhe realisht në kërkim janë pjesa kryesore e personave të cilët dyshohen. Bëhet fjalë për Erdal Demir, që është administratori i shoqërisë Kurum, po ashtu edhe Jusuf Sezai Kurum, edhe ky administrator me prokurori shoqërisë Kurum, Gjovana Sokolaj, që është e kompanisë Sokolaj SHPK, po ashtu është në kërkim në masën e arrestit në burg, bashorti i saj Doni Sokolaj, që ka kompaninë GS Mineral ZDO, që është me bazë në Kroaci, dhe më pas ke edhe disa zyrtarë të tjerë të cilët nuk janë arrestuar. Personat të cilët, ose më saktë, masat e sigurisë që u firmosën nga ana e prokurorisë Durrësit, nëse ju kujtohet, ne kemi qenë në emisionin tuaj, kur unë ju thash që kishim mbritur përgjigjet e analizave nga një laborator në Itali, dhe mbi bazën e këtyre përgjigjeve të ardhur nga laboratori që u konfirmua që mbetjet ishin të rrezikshme, pra nuk ishin ato që ishin deklaruar nga ana e shoqërisë Kurum dhe shoqërisë Sokolaj, por ishin të rrezikshme dhe rezultonte që ishte hiri i furnaltave elektrike të shoqërisë Kurum. Menjëherë më pas, prokuroria ju drejtua gjykatës me kërkesë për caktimin e masës së sigurisë, sepse ka arritur të konfirmojë deri më tani që është kryer kontrabandimi i mbetjeve të rrezikshme dhe një sër veprash të tjera penale që nga falsifikimi e të tjera me radhë. Tani, çfarë është i gjithë ky skandali, zotë Rakipi? Ju e dini që në vitin 2024, rrjeti Bazelit ngriti një alarm për mbetjet e rrezikshme. Pra, ngriti një pretendim në atë kohë, duke thënë që në drejtim të Tajlandës ishin nisur sasi të mëdha mbetjesh të rrezikshme dhe në atë kohë u konfirmua që mbetjet ishin të shoqërisë Kurum, e cila kishte një kontratë me shoqërinë Sokolaj SHPK me administratore Gjovana Sokolaj, dhe këto dy kompani kishin lidhur kontratë me njëra tjetrën që do të dërgoheshin mbetje për eksport në sasinë e 50.000 tonëve. 2.800 ton ishin nisur, 50.000 tonëve, 2.800 ton ishin nisur të vendosura në 102 kontener, dhe pas këtij alarmi që gjitha organizatat për mbrojtjen e mjedisit apo për monitorimin e mbetjeve të rrezikshme, ngarkesa u kthye nga shoqëria e transportit, që është shoqëri ndërkombëtare MSC-ja, u kthye pas një kohe të gjatë në Shqipëri. Dhe çfarë ka ndodhur? Prokuroria e Durrësit deri më tani ka konfirmuar që Doni Sokolaj, që është bashorti i Gjovana Sokolajt, dhe që mbetjet ishin blerë fillimisht nga Sokolaja kishte shitur po kompanisë të kontrolluar prej vetes vet, GS Mineral ZDO në Kroaci, dhe më pas ishin nisur në drejtim të Tajlandës, dhe diku thuaj se në mbritje u ngrit alarmi dhe u kthyen pas, duke ditur se çfarë mbetjesh kishte brenda, sipas prokurorisë, Doni Sokolaj ka shkuar deri në tone kërcënuese në drejtim të kompanisë transportit, me qëllim që mbetjet të mos ktheheshin në Shqipëri, sepse ai pretendonte që kishte gjetur një blerës të ri në Turqi. Dhe nëse ju kujtohet në atë kohë, mbetjet shkuan në drejtim të Turqisë dhe prej andej u kthyen. Dhe mbetën për një kohë të gjatë të sekuestruara në Porto Romano, ku vijojnë edhe sot që ne flasim, në nënruajtje policore, por edhe në nënruajtje të kamerave dhe nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, por po ashtu edhe Policia e Shtetit, sepse çfarë do të ndodh tani? Fakti që është konfirmuar që këto mbetje janë të rrezikshme, kjo e bën edhe më shqetësuese çështjen, sepse autoritetet shqiptare, si autoritetet shtetërore, por edhe kompanitë private, janë në pamundësi për të bërë asgjësimin e këtyre mbetjeve. Ndërkohë që kompania Sokolaj dhe kompania Kurum, sipas gjetjeve të prokurorisë, ka arritur në konkluzionin që të dyja shoqëritë së bashku e kanë ditur shumë mirë që nuk ishte oksid zinku, por ishte hiri o gjaqeve të ish metalurgjikut, pra të shoqërisë Kurum, dhe që kjo është
kategorikisht në shkelje të ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Në mesin e personave për cilët janë caktuar masa sigurie, janë edhe zyrtarë si të doganave, administratorë të shoqërive të tjera, por edhe zyrtarë të lartë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ku rolin më kryesor është zyrtarja më e lartë deri më tani, është Arta Dollani, ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila bashkë me varësit e saj, sipas prokurorisë, nuk ka arritur të monitorojë jo vetëm sasitë e mëdha të mbetjeve të kompanisë Kurum, por edhe shoqërive të tjera që janë marrë me eksportin apo me administrimin e tyre, por nga ana tjetër i ka licencuar në mënyrë të paligjshme, çka do thotë që kjo ka sjellë më pas edhe pasojat. Por çfarë kam parë unë që nuk shkon në këtë histori? A mundet ky skandal të mbyllet me vetëm këta persona, pra vetëm me një rang personi deri tek drejtoria ose më saktë drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit apo te disa drejtorë drejtorish? Unë nuk mendoj që mund të mbyllet këtu. Disa kohë më parë ju kam thënë që një nga punësit e portit në atë kohë ka vënë në dijeni drejtorin e portit të Durrësit, që i bie të jetë ministri aktual i mbrojtjes. Kanë pasur dijeni ministra të tjerë për këtë çështje. Pra që në portin e Durrësit po kalonin mbetje të cilat nuk ishin... Dhe unë besoj që të mos kem patur dijeni kryeministra. Pikërisht pra. Pikërisht pra. Dhe kjo çështje në këndvështrimin tim nuk mund të mbahet në prokurorinë e Durrësit pas këtij momenti, sepse kjo gjëja duhet bëhet nga prokuroria e Durrësit, sepse pa shkuar tek arrestimet dhe komunikimin e masave të sigurisë, patjetër që prokuroria e Durrësit pretendon që nuk mund ta kalonte për kompetencë, por ajo çfarë unë konstatoj është që gjithë kjo histori që ka ndodhur, gjendemi përpara një grupi të strukturuar kriminal dhe ndoshta me bekimin e grupimeve të ndryshme kriminale është krijuar një rrjet i tillë përmes kompanive të ndryshme, përfshirë edhe Sokole SHPK, sepse kompania Sokole nuk është një kompani rastësore, është një kompani e cila është e dyshuar edhe për që ka kaluar mbetje të tjera të rrezikshme. Dhe çfarë duhet thënë këtu, janë dhe 4 dhe të paktën 3 eksporte të tjera, të cilat janë kryer më herët përpara kësaj ngarkese që është kthyer mbrapsht, dhe askush nuk e di me siguri se çfarë mbetjesh ka patur aty. Por fakti që kemi të konfirmuar që këto mbetje kanë qenë të rrezikshme, automatikisht ngrihen dyshime që edhe mbetjet e mëparshme mund të kenë qenë të rrezikshme. Dhe po ti shikosh, këtu është një familje e tërë. Giovanna Sokole, Olizana Pemati që është motra e vet, Doni Sokole që është bashorti vet, të cilët janë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm dhe kriminal. Dhe së pari unë mendoj që jemi përpara një grupi strukturuar kriminal dhe për këtë arsye do duhet të hetohet i gjithë aktiviteti i shoqërisë Kurum patjetër, por edhe Sokole, sepse Sokole ka bashkëpunim edhe me shtetas turq, me cilët ka patur kontrata, shitje, blerje, aksionesh e tjera me radhë, dhe nga ana tjetër do duhet të shkojë tek niveli i lartë që ka të bëjë me të gjithë titullarët e institucioneve. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për disa doganierë thjesht. Unë mendoj që shkojmë në nivel drejtori doganash, në nivel drejtori tatimesh, në nivel ministrit të mjedisit apo ministrit të infrastrukturës e të tjera me radhë. Sepse nuk besoj që kjo histori, pra kjo nuk mund ta quaj aferë, po do them një grupime të strukturuar kriminale që kanë kryer një aktivitet kaq të rrezikshëm. Dhe pjesa tjetër që është e pahetuar deri më tani është mbetjet e tjera të prodhuara nga shoqëria Kurum. Ku kanë përfunduar? Se ne nuk kemi asnjë evidencë të saktë sa ka prodhuar Kurumi, sa janë eksportuar, sa janë asgjësuar, mbetjet që janë të pasgjësuara ku janë të vendosura, si administrohen. Dhe tjetra, askush nuk na jep sot përgjigje, se kjo nuk është vetëm çështje e një prokurori. Domethënë, unë kam qenë shumë skeptike dhe ju e dini që her pas here unë e kam konsideruar këtë si një çështje që mund të mbyllej për shkak të përfshirjes shumë të lartë të zyrtarëve edhe për shkak të grupimeve kriminale që janë patjetër përfshira në këtë gjë. Por sot nuk është më vetëm çështje e 2 prokurorëve që janë marrë me këtë çështje. Sot, instanca shtetërore do duhet të na thonë me përgjegjësi plot çfarë ka ndodhur me mbetjet e Kurumit, ku janë dhe si kanë dështuar që nga 98 ta monitorojnë këtë shoqëri e cila edhe sot është duke funksionuar. Dhe tjetra që mbetet e paqartë tek hetimi është, a do të ketë një sekuestrim të kompanive të cilat janë të përfshira në këtë aktivitet, sepse është mendoj krimi më i rënd mjedisor që është konfirmuar deri më tani nga një hetim i një prokurorie. Unë nuk besoj që kemi patur të konfirmuar, se dyshime mund të jenë ngritur shpesh herë, po të konfirmuar tonelata mbetjesh të rrezikshme që shkaktojnë kancer tek qytetarët, që mund të shkaktojnë ose më saktë pasoja të ndihen pas një kohë shumë të gjatë, ndoshta pas 10, 20 apo 50 vjetësh. Kështu që këto janë të gjitha pikpyetjet, pra përtej
pjesës që them dakord ishte një hap i mirë që u bë goditje nga ana e prokurorisë së Durrësit, por nuk prokuroria e Durrësit tashmë duhet ta çojë në SPAK dhe nga ana tjetër institucionet e tjera shtetërore duhet të lëvizin me urgjencë për këto arsye që unë rendita.